Investimet në arsim mbeten një nga prioritetet kryesore të qeverisë dhe të Ministrisë së Arsimit në bashkëpunim me pushtetin vendor. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro theksoi se vitet e fundit janë ndërtuar dhe rikonstruktuar mbi 70 shkolla në të gjithë vendin, duke krijuar kushte moderne për mira nxënës. Sipas saj, institucionet arsimore sot janë të pajisura me laborator, biblioteka, palestra dhe terene sportive, duke përmirësuar ndjeshëm cilësinë e mësimdhënies dhe mjedisin ku zhvillohet procesi mësimor. Aktualisht në të gjithë vendin janë 42 kantiere ndërtimi të hapura në shkolla, ku po punohet në bashkëpunim me bashkitë për rikonstruksionin e godinave ekzistuese dhe ndërtimin e objekteve të reja arsimore. Vitin e kaluar rreth 70 shkolla janë rinovuar dhe ndërtuar në të gjithë territorin e Shqipërisë, ndërkohë që flasim kemi 42 kantiere ndërtimi të hapura që mbyllen brenda vitit 2026. Sigurisht në disa prej tyre në qytete ndryshme, në bashki të ndryshme, janë bashkëtesa të kësaj natyre të përkohshme, po si një fazë tranzitore e domosdoshme, me qëllim që Ministria e Arsimit në bashkëpunim me njësitë e qeverisjes vendore të mund të mbylli në kohë rekord ndërtimi dhe rindërtimi, sidomos dhe pajisin e tyre me të gjithë laboratorët e nevojshëm. Dua të shoj edhe informacion tjetër, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria e Arsimit janë duke përgatitur një paketë të re ndërhyrjesh me rreth 60 shkolla në gjithë territorin, ku do të ndërhyjet për rritjen e eficiencës së energjisë. Një nga projektet që po merr formë është edhe rikonstruksioni i shkollës Urani Rumbo në Gjirokastër. Ky investim synon të jap shkollës infrastrukturë të re, klasa moderne dhe laborator bashkëkohor, duke përshtatur ndërtesën me karakterin dhe peizazhin e zonës historike të qytetit. Përveç rikonstruksionit të godinës, projekti parashikon edhe rikthimin e hapësirave publike të zaptuara, të cilat do të vijnë në funksion të nxënësve dhe komunitetit. Këto ambiente do të shërbejnë për aktivitete sportive, edukative dhe sociale, duke krijuar një hapësirë më të madhe për zhvillimin e jetës shkollore dhe komunitare. Investimet të tilla synojnë jo vetëm përmirësimin e kushteve të mësimit për nxënësit, por edhe forcimin e rolit të shkollës si qendër e rëndësishme e komunitetit, ku edukimi, sporti dhe aktivitetet kulturore zhvillohen në një mjedis modern dhe të sigurt.